Mirë se erdhe në këtë hapësirë qetësie dhe pranimi. Sot do të flasim për diçka që shumë prej nesh që përjetojnë në heshtje. Si të jesh aty për të tjerët pa humbur vetveten. Ti po përpiqesh të jesh mirë, të jesh në paqe, në lidhje me burimin tënd të brendshëm. Dhe pastaj vijnë ata që do, motrat, vëllezërit, miqt, të kërkojnë si një derë ku mund të shkarkojnë dhembjet e tyre. Ti dëgjon, dëshiron ti ndihmosh, dëshiron që askush të mos ndihet vetëm, por ka një moment kur pyet, ku është kufiri mes dashurisë për të tjerët dhe përgjegjësisë për veten? Kjo është pika ku shumë ngatërohen, por e vërteta është kjo. Nëse nuk je mjaftueshëm egoist për të qëndruar në lidhje me veten, nuk ke asgjë të vërtet për t'u dhënë të tjerëve. Kur bëhesh dëgjues i përhershëm i dhimbjes së dikujt, kur je i pranishëm vetëm për të përforcuar dhimbjen që ata tashmë e ndjejnë, ti nuk po ndihmon, po ushqen të njëjtën ndjesi që i ka mbajtur aty ku janë. Nuk mund ta largosh ndjesinë e të shenurit i lënë jashtë, duke mbështetur atë me përpjekje të vazhdueshme që të përfshish dik, sepse ndjesia e të shenurit i lënë jashtë nuk është përjashtim nga jashtë, është përjetimi i brendshëm, është mënyra si ata po e shohin botën, dhe kur ti merr përsipër ti rregullosh, pa kuptuar e aktivizon të njëjtën histori në veten tënde. Tani edhe ti e sheh atë person si të lënë jashtë, edhe ti pa dashje fillon ta shohësh si të paplot. Kjo është forca e vibracionit. Ti nuk mund ta ndihmosh dikën në mënyrë të vërtetë, nëse ke aktiv në vete versionin e tyre që nuk janë mirë. Dashuria e vërtetë është e pakushtëzuar. Ajo nuk përpiqet të ndryshojë tjetrin, nuk përpiqet t'i bëjë të gjithë të ndihen mirë. Ajo qëndron në një vend të pastër dhe të qetë, ku ekziston vetëm prania, vetëm pranimi. Njerëzit mund të thonë, ai nuk po më kupton, ajo nuk po më ndihmon, është shumë i lumtur se kupton dhimbjen time. Por ajo që vërtet po thonë është, pse nuk po vjen këtu ku jam unë? Pse nuk po e ndan këtë dhimbje me mua? Dhe ti duhet të jesh mjaftueshëm i qartë për të kuptuar. Nuk mund të jesh dritë nëse zbret në errësirë. Ti ndihmon më shumë kur je i qëndrueshëm në dritën tënde, jo kur vrapon për të zbutur çdo dhimbje që s'është e jotja. Mos i vlerëso më dhuratat e tua përmes sakrificës. Dashuria nuk matet me sa shumë nëndohesh për të tjerët. Ti nuk mund të sëmuresh sa dikush tjetër të shërohet. Nuk mund të bëhesh i varfër që dikush të ndjej bollk. Nuk mund të vuash për të treguar dashuri. Qëndro në mirëqenien tënde. Qëndro në lidhje me burimin tënd. Sepse vetëm kur je mirë, mund të bëhesh vërtet një ftesë për mirëqenie për të tjerët. Dhe nëse s'mund të ndjesh dashuri për dikën atë moment, atëherë thjesht ndalo. Mos fol, mos ndërhy. Ktheje vëmendjen nga diçka më e përgjithshme. Diçka më e lehtë për t'u dashur, sepse dashuria është si fryma se detyron dot, por mund ta lësh të vijë natyrshëm. Dhe kur ajo të vijë, do të jetë më e vërtetë se çdo gjë që kishe tentuar të bëje më parë.